Nëse kthehemi pas 2 vjet në kohë, a i bie që kanë vdekur për hiç gjë mbi 50.000 njerëz, ndërkohë që këto ishin kërkesat e Hamasit atëherë. Hamasi kërkonte të lironte të burgosur ose të paraburgosur me afate të gjata ose pa afat, në shkëmbim të 250 pengjeve që mori në datën 7 tetor. Do të kemi gjë parasysh. Në rast se do shohim në aspektin e thjesht, pra në aspektin e pra në rast se do bëj llaf për një kopertinë reviste. Kjo që thoni ju mund të qëndrojë, pra që normalisht kjo ishte kërkesa e Hamasit dhe kjo kërkesë u pranua pas 2 viteve, pse s'u pranua para 2 viteve. Pra në rast se bëhet llaf për një kopertinë reviste, mund të themi që kjo qëndron, por realiteti nuk është çështje kopertinë reviste. Pra duhet parë më thellë, pra duhet shfletuar faqet e kësaj revistës. Dhe jo duke do ta vlerësojmë nga kopertina. Pavarësisht kërkesës të Hamasit, pra kërkesa ekskluzive ishte kjo, sepse ti ke një kërkesë për çdo veprimi që bën, ke një kërkesë. Dhe ideja e Hamasit, pavarësisht kësaj kërkese të thjeshtë, që mund ta unë e quaj një kërkesë kopertine, mbas kësaj qëndron realiteti i kësaj nevoje, i kësaj përplasje ushtarake e para, e cila solli në ndërkombëtarizimin e çështjes palestineze, sepse në rast se do të pranohej në atë moment, atëherë nuk do të kishim më ndërkombëtarizim të çështjes palestineze, dhe do të mbyllej ashtu siç u mbyll kjo, dhe do të harrohej gjithçka dhe do të vazhdonte sërish apartheidi, do të vazhdonte sërish kolonizimi dhe gjithçka tjetër.